Elementi B në HTML përcakton tekstin me shkronja të trasha, pa ndonjë rëndësi shtesë. Elementi strong në HTML përcakton tekstin me rëndësi të madhe. Përmbajtja brenda tij zakonisht shfaqet me shkronja të trasha. Elementi I në HTML përcakton një pjesë të tekstit në një tingull ose mënyrë alternative. Përmbajtja brenda zakonisht shfaqet e pjerrët. Elementi M në HTML përcakton tekstin e theksuar. Përmbajtja brenda zakonisht shfaqet me shkronja të pjerrëta. Elementi small në HTML përcakton tekstin më të vogël. Elementi mark në HTML përcakton tekstin që duhet të shënohet ose të theksohet. Elementi del në HTML përcakton tekstin që është fshirë nga një dokument. Shfletuesit zakonisht do të vendosin një vijë përmes tekstit të fshirë. Elementi ins në HTML përcakton një tekst që është futur në një dokument. Shfletuesit zakonisht do të nënvizojnë tekstin e futur. Elementi sub në HTML përcakton tekstin e nënshkrimit. Teksti I indeksimit shfaqet gjysmë karakteri poshtë rreshtit normal dhe ndonjëherë paraqitet me një font më të vogël.
Elementi sub në HTML përcakton tekstin e mbishkrimit. Teksti i mbishkrimit shfaqet gjysmë karakteri mbi vijën normale dhe ndonjëherë paraqitet me një font më të vogël.